Ju përshëndes. Ju çfarë mendimi keni për këtë hanta pika pika që nuk mund t'ja themi dot emrin sepse tani nuk mund të flasësh dot për asgjë. Nuk e di e dini apo jo, por nuk mundesh sepse nuk je ekspert ton, dhe kështu që ne duhet të mbyllim gojën, meqenëse nuk duhet të kuptojmë asgjë se çfarë ndodh. Mirë po, për ata që nuk e din, Australia është futur në karantinë. Me fjalë 24 orëshe, sepse është përhapur edhe në Australi. Dhe pyetja ime është çfarë ndodh? Për ata që nuk e din, para pak ditësh, në një anije, u shfaq një lloj virali, dhe që quhet hanta tani, dhe vdiqën 2 të moshuar nga Hollanda, njëkohësisht edhe një anglez, mirë po me kalimin e orëve, dukej çdo gjë normale. Pastaj u shfaq në një avion, pastaj në vende të tjera dhe kështu me kalimin e kohës u përhap. Jo e përhapën, po u përhap. Megjithatë, doja t'ju pyesja, sepse përhapet nëpërmjet jashtëqitjeve të minjve, ujit e holl, gëlbazës e tjerë. Dhe doja t'ju pyesja, si është e mundur që në një situatë të tillë, kur çdo gjë dukej normale, të mund të ndodhin infektime të tilla. Dhe do t'ju them, është një profesor nga Kili, që pash një intervistë e gjeni dhe ju, Julius Carlos Bertoglio, një gjë e tillë, është nga Kili. Ky është një nga specialistët më të mëdhenj në botë për sa i përket viraleve. Dhe e çuditshmja është që ai thotë, pra ky është ekspert i viraleve. Ai thotë që është e pamundur, thotë, që ky lloj virali, thotë, të mund të jetë ngjitës. Sepse unë, thotë, si ekspert, thotë, ja u them, thotë, që nuk mundet që të jetë ngjitës. Me fjalë, mund të infektohet një njeri kur kap atë dhe kaq, por jo t'ja jap dikujt tjetër. Me fjalë, të infektoj kështu siç po bëhet tani. Vetëm në mënyrë laboratorike, thotë, mund të infektojnë shumë njerëz. Nuk është se e them unë, e thotë ky eksperti dhe unë doja ta diskutoja me ju. Shikoni, kohët e fundit edhe një lajm tjetër më bëri shumë përshtypje. Nuk e di e pat apo jo, por bësh fjalë për Gene Hackman dhe gruan e tij që vdiqën pas para 2 vitesh, që sipas gjasave dhe ata kanë vdekur nga ky hanta. Me një fjalë, kanë zbuluar tani kur i bën autopsin para 2 viteve, kërkuan para 2 viteve kërkuan, me fjalë, bën autopsin dhe kërkuan në trupin e tyre çfarë i kishte ndodhur. Fillimisht tanë me diçka që kishin ngrënë. Pastaj tani është zbuluar që pas kanë vdekur pikërisht pra nga hanta. Dhe është e çuditshme kjo. Shumë e çuditshme. Duhet me se s'bën që t'i vën një etiketë të tillë. Megjithatë, nuk e di, e keni para apo jo, në një film të viteve 80, tregohet për një viral të tillë, të quajtur pikërisht hanta. Po qarkullon në rrjetet sociale sepse është filmi i viteve 90, më duket, jo i 80. Nuk e mbaj mend titullin, por doja t'ju pyesja juve, tani çfarë ndodh? Mos ka ndërmend që ta mbyllin edhe një herë? Se është turp drejt që e mori. Shiko, e kemi thënë edhe herë të tjera që unë mendoj që problemi kryesor është që ka shumë popull. Ka shumë popull dhe mbaj mend atë deklarate që ka bërë ky Bill Gates, kur thoshte që nuk ka, thot Bill Gates, një vend tot më të sigurt tot se ato gjilpërat që nuk mund t'ja u themi. Sepse gjilpërat thot mbron thot nga probleme të ndryshme. Me fjalë, ju thot tani për tani thot hasët në një viral, nuk mund të themi dot emrin, ndaj po mundojmë që në një viral, ai që ndodhi para 3-4 viteve, që ishte shumë më i vogël thot në atë çka do paraqitet në të ardhmen. Përse e kishte fjalën? Sepse nëse keni vëre, ai ka 2-3 laboratore që bën eksperimente për shembull në Meksik, në Kuba, edhe në Wuhan. Po flas për zotin Bill, ka disa laboratore që bën eksperimente të ndryshme. Për shembull, në Meksik ai ka bërë një laborator që modifikon mushkonjat. Në fakt, me anë të mushkonjave, thotë që mund të heq shumë probleme. Nuk e di
e keni parë në një video që kemi bërë në një kanal tjetër, por doja t'ja u thosha këtë sepse pikërisht gjatë eksperimenteve krijohen probleme dhe viroza. Tani, normal që ne nuk jemi ekspert për këtë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të diskutojmë për një argument të tillë që prek secilin, sepse nëse ndodh një problem, shkatërron e vret gjysmën e botës. Si po ndodh dhe tani, siç ju thashja, Australia është futur në karantinë 24 orëshe dhe edhe Italia nuk është me fjalë është në një pozicion delikat. Dhe pikërisht pra, duke u ardhur nga 3 individ, vetëm 3 individ, shkaktuan gjithë këtë problem, si mund të quhet. Dhe ky mjeku, pra mjeku nga Kili, më bëri për shumë përshtypje, shumë, ndaj doja ta diskutoja me ju, që Julius Carlos Bertolli, gjë e tillë, që thotë që vetëm nëse do modifikohet në laborator, sepse kështu thotë është e pamundur që të hapet pra një virus i tillë. Megjithatë, jam duke pritur dhe doja t'ju, meqense kisha 5 minuta, doja ta diskutoja me ju. Shpresoj mirë, sepse unë një gjë di. Një gjë e kam thënë dhe e them, do ta përsëris edhe një herë, sepse shumë nga ju më kanë pyetur, çfarë do të bëje ti me një fjalë nëse do të vijë një moment i tillë dhe fillojnë që të kërkojnë që të bësh gjilpëra. Jo. Shiko, natyra është krijuar e tillë që ti antitrupat dhe çdo gjë e merr nëpërmjet natyrës, sepse ambientohet trupi. Nëse ti e ndihmon trupin, por në mënyrë natyrale, atëherë po. Por në mënyrë laboratorike, unë them që i krijon më shumë probleme trupit. Kështu që për mendimin tim, të gjitha këto gjilpërkat që shkojnë gjithandej dhe i bëjnë disa, unë mendoj që krijojnë më shumë probleme. Megjithatë, shpresoj që mos të krijohen probleme të rënda, sepse është vërtet një moment delikat. Dhe menduam se ishte çdo gjë mirë, duke shpresuar që do të jetë më mirë. Dhe e kam frikën vetëm për të vegjëlit. Sepse shpresoj që mos të kërkojnë t'i bëjnë me detyrim. Ashtu siç kanë bërë deri tani. Kanë bërë shumë nga këto që fusim në për trupa me detyrim dhe gjilpëra me fjalë. Dhe shpresoj që mos të bëjnë edhe këtë me detyrim, se po e bën me detyrim problemi madhesh, sinqerisht e them. Problemi madh sepse unë për shembull do t'ju them për atë më përpara, kam një shokun tim, një shok të ngushtë, që janë krijuar probleme, ai që atëherë merr insulinë, që kur mori 3 doza i herën e kaluar, i është krijuar probleme, s'ka më imunitet trupi. Ka probleme të rënda dhe për më tepër merr edhe insulinë përveç antitrupave. Pra këto janë, nuk ndodh në të gjithë, por në disa. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Pres.